demokratike. Me të drejtë Më kujtohet arsyetimi i tij. Tha, unë nuk më desh me dalë përpara vullnetit të popullit. Vullneti i popullit ka qenë me bën ndryshimin. Edhe kjo parti i ka fitue, si ka fituar 2/3. Por se ka fituar shumicën bën shumë. Atëherë nuk doj ke LDK-ja me përdor funksionin e presidentit për me blloku themelimin e qeverisë. Tash nuk është e rrethon. Tash qeveria s'ka dilemë që mundet me votu. Po s'kryen puna mas një muaji ti shkon prapë në zgjedhje, se nuk mjafton. Merret qeverinë që ta kallon populli, presidentin. Nuk ta kallon. Këta kanë afat deri me ose afatin që kanë dhënë veti, këta kanë deri me 7 shtator, edhe pastaj me 6 shtator. Pastaj me 6 shtator ka me filluar ata do ta zgjedhin edhe do ta konstituojnë kuvendin, edhe do ta zgjedhin qeverinë, edhe presidentin i kemi 60 ditë pastaj, por se nëse nuk ka marrëveshje, ne do shkojmë prapë në zgjedhje. Dhe prapë edhe në zgjedhjet e radhës, jo me sigurt asnjëra prej partive nuk do të fitojë 2/3. Edhe është mirë kështu. Po se ideja e hartuesit të kushtetutës nuk ka qenë që me kriju një parti e cila i fiton 2/3, po duhet marrëveshje. Po marrëveshje zoti Hamza. Me konsideruar rezultatin zgjedhor si të drejtë për me zgjedh president. Nuk është e drejtë. Pse mi dal në zgjedhje? Je dol për me marrë qeverinë. Me udhëhet qeverinë. Presidentin? Presidenti është derivat i kuvendit të tërë. Natyrisht. I kuvendit. Duke qenë se ti nuk i ki 2/3, shqyr që si ki as kërkosh tjetër, atëherë i bie që duhet me zgjedh një president i cili e përmbush pritjen e të gjithëve. Eksakt, që to për kërkaj edhe ne. E të gjithëve. Po, që tu jem na. Në vitin 2020, kur është 2021, kur është Vjosa presidente, ligjerimi politik i LDK-s ka qenë, sepse atëherë ka mujtë me u blloku themelimin i qeverisë. Po njëjtë është sikur tash është. Jo,